Dakor, atëre. Mere me lëng show. Kush Aleksi? Si gjithmonë, Duke bërë nevojat e ti. personale të trupit të tij. Personale. E le gjithmonë Aleksi, çdo të premte në këtë orë ka orën e vet. Vet gjithë javës edhe E shkarkon sot. Se që ka këtë ves, nuk e di. Po gjithsesi, do me thënë, ndodh gjithmonë që ne, sigurisht, krejt rastësisht, na bie telefonat. Tani, alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. na kishte marrë malli drejt me thënë. Përshëndetje, po ju telefonoj nga platforma e internetit shpirtratë-vetmuar.com. Si ka me qef sot? Aha. Ju jeni abonuar, më rezulton këtu mua dhe keni përfituar një telefonat 5 minutëshe falas për t'ju mbajtur në shoqëri, duke qenë se askush Nuk ja u mbar. kush, alo. Duke qenë se le të themi nuk po gjeni një person me të cilin të shkëmbeni dy fjalë. Do me thënë, juve po na ofroni këtë Muhabet. shërbim me juve, jo me njëri tjetër. Ashti vetëm unë do me thënë jam këtu, sepse kjo është puna 7 që unë bë. Dhe edhe dhe kjo paguhem shumë keq, por gjithsesi jam këtu për të dëgjuar dhe mund të më thoni çfarë ju shqetëson, jam gati që për 5 minuta të dëgjoj hallet tuaja që pastaj të shkoj të pi një gotë ujë. Tani ne sërse kemi në një hall, shqyr zotit për momentin. Kur merr ti, domethënë ne Kur merr ti ne gëzohemi më shumë. Tani me qenë se jemi këtu edhe ti pas ke 5 minuta kohë për të folur me ne. Qa halli ke ti sot, për shembull? Na trego ti se ne të dëgjojmë ne. Jo, unë personalisht nuk më lejohet të prononcohem sepse kjo telefonat është e regjistruar. Unë duhet të them vetëm që jam këtu për t'ju dhënë juve suport dhe pozitivitet brenda këtyre 5 minutave dhe Zoti t'ja dalë t'i kaloj këto 5 minuta se për Zotin do hidhem nga kapi. Po ja, për shembull, më jep pozitivitet se po të them unë ty që këtë javë kam qenë një çike mërzitur. Çfarë do më thoje ti mua? Çfarë lloj pozitiviteti do më transmetoje? Pse ke qenë e mërzitur nga të shqetëson? Po kam qenë çik kështu si pa qef, si e ke parasysh veti kështu si kur secën ndonjëherë. Tashti, më lejo të bëj vetëm disa pyetje. A punon ti? Po punoj, ndërkohë jam duke punuar. A jeni një lidhje? Po le të themi që po. Gëzon shëndet të plot? Po le të themi që po. Atëre më lejo të them vetëm një gjë. Unë kam 26 orë që po punoj këtu në Kuzhy. Po. Kam 4.000 që po më vërtiten sepse kam një poset këtu afër. Pirë 26 kafe që të dalë. Nuk mbaj mend ku e kam shpinën, nuk mbaj mend emrin tim. Kam mbaj majtë më shmpirë që pardje dhe nuk më lëviz. Dhe personalisht nuk e di do me thënë në qoftë se doja dalë. Kështu që të lutem që jesh pak më shumë pozitive për jetën tënde, sepse i qenë ke e bekuar. Jo, unë të them të drejtën gjithë të halle që pas Po ke pra, ti. dhe unë daj thash që kur na merr ti në telefon, na vjen turp të themi kemi halle. Ose jemi të lodhura. Po për shembull, po sikur të them unë që kam një problem në dashuri. Qa problemi në dashuri ke me të dashurin? Po, ja kështu sikur s'po na ecën për shembull. Qa do më thoje ti mua? Unë do të thoja thjesht që ecën, secën, shtyje, mbaje. Po mirja ti për shembull vet, ti si e ke marrëdhënie në dashuri? Unë në marrëdhënie me dashurore të fundit e kam pasur në vitin 83. Se sa vjeç je ti? 102? Dhe me sa kam dëgjuar poshtë për pjetë, kam qenë e martuar. Me sa kam dëgjuar poshtë për pjetë, burri im më thot që më ka vdekur gruaja. No. Po fëmijë ke ti? Fëmijë më duket se kam marrë 2 aksidentalisht, po se ku më vajte nuk e di. Ke qenë punë besoj në atë moment. Kam qenë në punë dhe di që njëri prej këtyre fëmijëve punon të zyra ngjitur. Dhe që sa doli, u fut me njerë në punë këtu në këtë call centerin që është... Aty do plaket. I pas kanë gjarë të jamës.
Me sa di unë këtu jemi familjarishtë, por që nuk kemi mundësi ta takojmë njëri tjetrin sepse punojmë në reparte. Po ku hati? Qa hati? Unë ha vetëm një herë në javë, në del koha. Të bëj një pyetje. Po. A ndihesh më mirë? Mirë. Super! Super, no. Do na japësh numrin tënd personal dhe sa herë të kemi kriza të tilla depresive gjatë ditëve, Po, unë gjatë javës. personalisht dua të të marr në telefon. Mjafton të thuash ti çfarë hallesh ke, edhe unë direkt bëhem shumë mirë. E di që është egoiste si gjë, po? Tash unë ta thash, unë s'mbaj mend të emrin tim, jo të mbaj mend numrin tim. E emrin s'na e tregove tani ti, tash s'do ta tregosh vetë, unë e kuptoj, po. Zanë, jo, nuk e mbaj mend. Kur të kujtoj Mirë. do ju marr në Me çfarë fillon? Të lëm një gjë? Ha. U kujtova. Ha. Emri, më vjen shumë keq 5 minuta të mbaruar. Unë sa doja të të ftoja që një herë të na vish në studio, kemi një influencere shumë pozitive dhe besojmë do të bënte mirë një bisedë me të. Po. Kështu që do qëndrojmë në kontakt. Mirë? Mirë, mbas të Faleminderit. shihemi kur të vi viti i ri 2005. Okej. Okej. Pafshim.